Bektash Nasi nga fshati Varibobi Këlcyrës është 84 vjeç, por mosha nuk e ka penguar që të vazhdojë të merret me bujqësi, një zanat që e ka ushtruar gjatë gjithë jetës. Në këtë periudhë, ai ka kultivuar një sër perimesh dhe kujdeset me përkushtim edhe ndaj pemëve të mbjella. E tokën unë e punoj, se pa punuar tokën, se nga të toka vinë të gjitha të mirat materiale që rën populli. Ja, mbjell këtu për vete time, ja. Mbjell një bostat speca, një bostat domate, një bostat fasule, një bostat bamje, edhe e lendisem me gruan këtu. Se s'kemi ku të vem, të rish qitë ditën, ne jemi pësor me punë, se kemi punuar. Para të këtu të perimet i bëjmë vetë, i mbjell vetë në kubik, mbjellim vetë kubik edhe i zëvëndsojmë në arët pastaj. Merremi me këto, frutikulturën, ja këto, ja. Këto, të gjitha këto i kam mbjellë, unë janë 4 dylymë këtu, që i kanë djemë të shqitendara, i kanë bërë dorët e mija, 4 dylymë. Nga të gjitha llojet e pemave, po punove, plakut i shtohet i lëviz gjaku. Në qoftë se unë në këtë moshë do të rri, më bllokoj gjaku dhe vdes. Nuk ka as doktor të shërojnë, as një njeri në jetë. Kështu, e kam dëgjuar në pletë e parë, kam pasur pleq të fshat 94 vjeç. Edhe fëmijëve u ka ngulitur dashurinë për tokën. Ja u kam ndarë djemit që kam 15 vjet, i kam bërë me certifikata, jam i vetë bi në rrethe, në qarke të tërë që jam unë, që u kam ndarë tokën djemit gjithë. Se cili ka tokën e ti? Djali Menusin, ai ka një dylymë me një subserë për pësh. Çfarë kultivoni? Domate, speca, patërgjone, mashurkë, çfarë të dhe mbjell dyera jo. Fshati Varibob është një ndër zonat më të njohura për prodhimin e perimeve dhe frutave, jo vetëm për konsum familjar, por edhe për tregëtim, kjo fal punës dhe përkushtimit të banorëve si Bektash Nasi.